Chase Travel e rendit ndër 26 destinacionet më të kërkuara në 2026. Një ndër bregdetet më majgjepse të mesdheut, Riviera Shqiptare, ka hyrë në listën e 26 destinacioneve që pritet të shënojë udhëtimet globale të vitit 2026, sipas raportit më të fundit të publikuar nga Chase Travel, një nga platformat më të mëdha të rezervimeve në botë. Në raportin 26 Trips to Take në 2026, Shqipëria renditet krah destinacioneve të mirënjohura si Côte d'Azur në Francë, Arktikut kanadez apo Bregdetit Kilian, si pjesë e një liste që synon të përmbledhë destinacionet më frymëzuese dhe me potencial të jashtëzakonshëm për eksplorim vitin e ardhshëm. Sipas Chase Travel, përzgjedhja e Rivierës Shqiptare vjen në kuadër të një tendence të re botërore. Destinacionet e dikushme, sekretet e Europës Juglindore, po kthehen tashmë në pika referimi për turistët që kërkojnë eksperjenca autentike, çmime të arsyeshme si dhe një lidhje më të drejtë për drejtë me natyrën. Përfshirja e Rivierës në një listë të përzgjedhur nga një markë prestigjioze si Chase Travel konsiderohet një rekomandim i vlefshëm për imazhin turistik të Shqipërisë. Në listën e këtij viti, Chase ka përfshirë destinacione të ndryshme që reflektojnë ndryshimin e shijeve dhe të preferencave globale pas pandemisë, nga udhëtimet rrugore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tek eksplorimi i fenomeneve natyrore apo kërkimi i kuzhinës premium casual. Për Shqipërinë ky është një moment që konfirmon atë që udhëtarët ndërkombëtar tashmë e kanë zbuluar vetë. Nga Dërmiu në Jalë, nga Himara në Borshë e deri në Karaburun, Bregdeti shqiptar nuk është më tashmë një sekret i vogël mesdhetar, por një destinacion që po ngjitet në majat e listave ndërkombëtare.